Infermieri nga Maliqi Besar Refatlari, si vjetë sadaka fitrin, preferoi t'ja jap një personi të vetëm në nevojë, i cili jeton në fshatin Kloc. Ai është Astrit Muço, një ndër personat e fshatit që jeton së bashku me familjen e tij në vështirësi ekonomike. Përshëndetje nga fshati Kloc, ju urojmë gjithë besimtarë musliman gëzuar Fitr Bajram. Sot është dita e fundit e muajit Ramazan dhe siç e kemi obligim ne muslimanët, kemi për dhënë dhe fitrin. Kam zgjedhur që në fshatin Kloc të ndihmoj një njeri në nevojë, i cili është Astrit Muço. Uroj që kjo të shërbej si obligim edhe si detyrë morale ndaj komunitetit, ndaj këtij personi për të dhënë ndihma në ditë të caktuara, por edhe në përditshmëri. Me dhënien e sadaka fitrit dhe agjërimin e plot të muajit madhërueshëm të Ramazanit, besimtarët musliman evokojnë besimin se agjërimi dhe lutjet e tyre gjatë këtij muaji do të jenë të pranuara tek Zoti. Le të shërbej shembulli i infermierit Refatlari si një apel për çdo qytetar për ndihmuar njerëzit në nevojë të qarkuton.